Pas një sezoni të gjatë dhe plot emocione, Ferma VIP 2 mbylli me sukses aventurën e saj në ekran duke shpallur fituesin dhe dhuruar një natë finale magjike për publikun shqiptar, por emocionet nuk përfunduan me mbylljen e spektaklit. Një natë pas finales, fermerët e këtij edicioni të dytë dhe i gjithë stafi u mblodhën për të festuar së bashku fundin e këtij rrugëtimi televiziv. Festa u zhvillua në ambientet e fermës, ku nuk mungoi muzika, energjia pozitive dhe kujtime të ndara mes konkurrentëve që për gati 3 muaj ndanë të njëjtën përvojë unike. Fituesi i këtij sezoni Big Basta ishte në qendër të vëmendjes, ndërsa e cilëson këtë eksperiencë si më unike në jetën e tij dhe që do t'i shërbejë shumë. Është një format i cili të ofron mundësinë që përveç se të nxjerrësh pa karakterin tënd, është një format i cili të ofron mundësinë edhe që të jesh gjatë gjithë kohës i angazhuar me sfida, me punët e përditshme. Pra ka një relacion të çuditshëm, po aq sa të bukur edhe me natyrën. Edhe për të përmendur është fakti që jemi në zemër Tiranës. Edhe kemi një vend, një fermë të mrekullueshme, por që është përgjuar 24/7 me kamera pafund. Në fest nuk munguan as emra si Big Mama, Andueli, Randi, Andrea, Alba, Limi, Ester e të tjerë, të cilët pas daljes nga ferma duket se ruajnë lidhje të forta me njëri tjetrin. Për finalistët Ferma VIP ishte më shumë se sa një garë, ishte një provë personale dhe një mënyrë për të rritur e për të njohur vetveten. Kjo ka vlerë sa $1 miliard, jo $1 milion, për mua personalisht, se kam njoft veten në shumë drejtime, në pikpamjen e durimit, në aspektin e mirësisë, asaj çfarë do doja unë të isha. Eksperjenca ime në fermë ka qenë shumë jashtëzakonisht e bukur, sepse e kam njohur veten time në atë 100% Andrean emocional, punëtorin që e din të gjithë, Llafezanin e gjitha merat, domethënë në mënyrën më të bukur e kam shijuar jashtëzakonisht shumë. Në një atmosferë të çlirës dhe plot buzëqeshje, ish fermerët reflektonin mbi eksperiencën e tyre në fermë, duke ndarë batuta, kujtime dhe momente që nuk u pa në ekran. Sezoni i dytë i Ferma VIP shënon një tjetër sukses për produksionin dhe transmetuesin Vision Plus, duke tërhequr vëmendjen e publikut javë pas jave dhe duke kthyer spektaklin në një nga më të ndjekurit e sezonit televiziv. Me festën e pas finales u mbyll një kapitull, por padyshim për disa prej personazheve rrugtimi në skenën publike sapo ka filluar.